Të nderuar miq, ditën e sotme Partia Socialiste ka vendosur zyrtarisht që të mos jap autorizimi SPAK-ut për arrestimin në shtëpi apo në burg, pra për masën e arrestit për Belinda Balloku. Prej orës 10, pra më shumë se 2 orë e gjys, ish ministri Ulsi Maja, kryetari i Komisionit të Ligjeve, dhe kryeministri Edi Rama rënditën arsyet se përse Belinda Balloku nuk pra duhet vazhdoj në këtë imunitet që ka, duke mos i dhënë autorizimin SPAK-ut. Kritikat shumëta për drejtësinë, të cilat ne do të analizojmë me avokatin mikun e emisionit tonë Gylsen Zhdim. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ju e prisit këtë. Deri këtu nuk është se ka surprizë sepse ne kemi diskutuar, por ajo që bëri më shumë përshtypje sot ishin dhe kritikat e shumta të kryeministrit sërish, pra për drejtësinë. Sot u ndal edhe prezumimi i pafajësisë, të cilin ju në çdo bisedë këtu e 3 vite më parë e përmendni shpesh në fillim dhe në fund të çdo fjalie, pra prezumimi i pafajësisë. Çfarë ndodh, avokat? Atëre po ndodh ajo që unë e kam thënë vazhdimisht dhe them që loja e Zotit Rama është shumë e madhe, sepse pikrisht Zoti Rama vjen sot duke na folur mbi parime, por gjithë kësaj kohe ka qenë ai i cili ka heshtur në padrejtësitë që i ka ndodhur këtij vendit, ka qenë ai i cili përsëri ka thënë për çdo veprim që kryen një qytetar i thjesht duhet të ndëshkohet me burg, ndërsa sot tha diçka shumë të çuditshme që kërkon një analist më tej, jo tani, por e çuditshmja është që nuk akuzohet për korrupsion, por akuzohet për diçka tjetër. Por një qytetar i thjesht i cili mund të ndërtojë në mënyrë të padrejtë, apo një qytetar i thjesht i cili mund të parkojë makinën dyfish, shkon në kokrën e burgut dhe merret me avokatin e tij sepse shteti është mbi palët dhe të gjithë jemi të barabartë mbi ligjin. Avokat, kryeministri tha që SPAK-u po bën propagandë. Çfarë tha Zoti Rama? SPAK-u po bën propagandë. Me dosjen e SPAK-u po bën propagandën e cila Zoti Rama e ka ndihmuar nga 2022 në 2025 dhe të më dali dikush tani poshtë e komente dhe të më thotë që unë jam një person që nuk respektoj ligjin ose unë kam qenë një i cili kam thënë që të futen të gjithë në burg. Zoti Rama ka thënë dhe me propagandën e tij anti-njerëzore dhe anti-ligjore që të gjithë meritojnë burgun përveç Zotit Rama. Dhe sot Zoti Rama vjen dhe thotë diçka çfarë mashtron publikun dhe thotë që propagandë bë ka SPAK-u, ku ndërkohë Zoti Rama nga Asambleja e Partisë Socialiste ka autorizuar Zotin Tumani nga 2022 deri në 2025 duke arrestuar jo në kushtet e flagrancës, por duke bërë statistik Sali Berishën dhe Ilir Metën. Dhe tani më lind mua e drejta të flas për 2 raste të tilla. Çfarë? Që Zoti Rama ka përdorur qëllimisht Zotin Tumanin dhe SPAK-un për arrestimin e Zotit Berisha dhe Zotit Meta. Pra, e gjitha ajo që Zoti Rama ka përdorur si propagandë, që ne nuk pyesim në rast se SPAK-u vjen kërkon autorizim, se nuk kemi gjykatë, dhe të mos sjellë atë tjetër në Zoti Ahmetaj, i cili u proceduar në atë formë, dhe Zoti Rama me një deklaratë publike i dha autorizim Zotit Tumani. I nderuar dhe të nderuar, kryeministri tha ato fjali të cilat un kam thënë vazhdimisht tek ju dhe kush ka humbur koherencën, Zoti Rama apo Zoti Zhllima lind pyetja. Po sigurisht që Zoti Rama ka humbur koherencën. Rama tha sot që është i gjitha një gjethqenç. Zoti Rama mund të thotë çfarë ti do shpirti, por e vërteta është e vërtet, fjalitë e tij janë të dëgjueshëm dhe mos ti keq interpretojmë sepse bëjmë propagandë. Zoti Balloku. Do ta lëm aspektin politik, avokat, për të folur ju i dikisht çfarë ndodh tani. Duke qenë se vendimi është marrë për të mos pritur ditën e mërkurë, apo tente kur është data 12, që është seanca për votimin, çfarë ka në dorë të bëjë tani SPAK-u me këtë çështje? Mund të kërkojë një tjetër mas?
SPAK mund të përdorë dhe formën e një procedimi penal në kushtet e flagrancës, sepse në Republikën tonë, ashtu siç ka normuar këta të palexuarit ligjin, SPAK-u mund të shpik një dosë ose mund ta ketë dhe ka mbajtur thjesht si një plan B, edhe të thotë që shiko, ne jemi në kushtet e flagrancës, ne e marrim deputetën në komisariat ose e ftojmë në SPAK, e mbajmë një më shumë se 10 orë dhe kërkojmë autorizim njëherë nga kuvendi. Pra, përsëri kuvendi duhet të mblidhet që të vendosë lëshimin apo jo të diskutuar edhe një herë këtë skenar, avokat, e kemi diskutuar edhe një herë, nuk e mbaj mend për kjo ka qenë konkretisht, por kemi diskutuar një herë këtë që pra kjo ishte një nga rrugët që ju keni sqaruar atëherë mua dhe opinionin që mundet ta mbaj për 10 orë aty dhe për të mos e liruar duke kërkuar masën gjatë kohës që ka aty. Po, mund ta bëj këtë, po duhet të marrë patjetër autorizim nga kryetari i kuvendit, pra nga kuvendi dhe pastaj neni 288-289 të kodit të procedurës penale është ai që jep të drejtë kuvendit të vendosin pse jo dhe lirimin e njëhershëm të personit i cili mbahet në kushtet e ndalimit. Avokat, kryeministri foli edhe për një incizim. Punë llafe grashtaj edhe të personave që janë nën akuzë, referuar asaj që SPAK-u e cilëson si kërcënime të kabinetit apo të zonës Balluku ndaj zhvargëve. Nuk ka fare vlerë kjo sepse duhet kemi parasysh diçka. Zoti Rama sot foli më shumë se 1 orë. Kjo nuk kupton që diçka tjetër fshihet pas fjalimit të tij dhe nuk fshihet fare autorizimit ndaj zonjës Balluku. Ne duhet kemi parasysh që zonja Balluku është në kushtet e një problemi procedurial dhe politik dhe në fund fare ne kemi bërë një pakt me qytetarët dhe i themi të vërtetën që çfarë do lloj gjëje që thot zoti Rama është thjesht një justifikim për të justifikuar të pajustifikuarat. Pra, ai gjen një alibi dhe në këtë alibi ai futet për të bërë lajmin e fundit të ditës që do të diskutohet pas orës 9. Po mos harroni një fakt tjetër, ju lutem, që është shumë e rëndësishme. Sot Partia Socialiste, zoti Rama, ka rrëzuar reformën në drejtësi. Sot, në 2026, jemi pothuajse 10 vite nga votimi i reformës në drejtësi, ku sot ai i cili krenohet për drejtësinë, ai i cili nuk do të merrte kurrë në pikpyetje apo në diskutim autorizimin, ai sot ka rrëzuar veten e tij dhe reformën në drejtësi. Avokat, 2 pyetje të fundit kam. Çfarë ndodh tani në aspektin ndërkombëtar? Sigurisht që partnerët ndërkombëtar, ata të cilët shpresojnë tek partnerët ndërkombëtar, do të marrin masa për të treguar që Shqipëria në Bashkimin Evropian nuk futet në rast se imuniteti që ka privilegj. Pra, zoti Rama duhet të shpjegojë tek autoritetet e huaja që imuniteti në Republikës Shqipërisë që ka privilegj dhe pse në rastin e tij nuk është apo duhet të jetë privilegj. Megjithatë, Ulcimaja dha garanci që nuk ka ratisje të Balluku. Nuk ka rëndësi ratisja apo jo, por e vërteta është që zonja Balluku është në kushte të vështira politike dhe juridike. Edhe diçka të fundit kam, avokat, për portin e Durrësit që ne do ta diskutojmë në një tjetër bisedë, gjëre gjatë, por të lutem nëse mund të thoni një fjali pas email të ardhur nga Shtetet e Bashkuara për Ramën, dhoma kombëtare e tregtisë pra Amerikës, që të rishikohet projekti. Kryeministri ta sot unë e di kush janë ata që duan ta pengojnë dhe xhelozinë e fqinjve. Kjo do thotë që do vazhdoj përpara apo si? Porti i Durrësit mund të jetë një konflikt institucional apo ndërkombëtar, po mos harroni se është një marrëveshje tjetër që mund zoti Rama ta përdorë në çdo moment në rast se është në një situatë të vështirë dhe është pakti i shpëtimit të tij që nuk kupton që zoti Rama do të justifikohet me argumentin që ne do të anullojmë kontratën për të folur me partnerët ndërkombëtar që mos cenojmë sigurinë kombëtare dhe ndërkombëtare. Avokat, të falenderoj shumë për këtë opinion të shpejt, edhe këtë çështje ne do ta trajtojmë herë tjetër më gjatë dhe më gjerë. Të falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.